Edhe krimi kërkon strehën e tij politike. Nëse vullneti politik, qeveria, kushdo qeveri qoftë në pushtet, kërkon të godasë grup kriminal, e godet. Dhe faktet kanë treguar. Po mirë marrin vitin 2005 mirë. 16 muaj aksione për goditjen e grupeve kriminale. Mbi 1000 të arrestuar u kryen atë kohë. Ministri mbaj mend ka qenë Sokol Lodhashi. Mandati i parë i qeverisjes Berishës apo iku Nano. Ato kanë qenë vite të arta për të luftuar disa nga grupet kriminale që i kishte prodhuar 97-a dhe ishin bërë shumë të fuqishëm. Ne i mbajmë mend shumë mirë emrat që janë goditur në atë kohë. Tani, çfarë kuptojnë të dy këtu? Kuptojnë që një vullnet politik o zotëri, kur do të godasi krimi dhe mos ta lërë më faktor ndikues në shoqërinë tonë arrin ta bëjë këtë. Por vitet e fundit, këta çfarë bën? Krimin e lan të merrej me trafikun e drogës kryesisht, e lan të shndrohen në një lloj operatori ekonomik në qytete të caktuara, zhvillues, ndërtues. Nuk e di tani se inshallah s'kan marrë dhe statuset të investitorëve strategjik. Ka dyshime të forta dhe Po, bën vaki dhe mund na dali diçka tjetër tash. Dali kriminali investitor strategjik. Po mund të jetë rasti i Shkodrës, si plumb Gjokës, mos gabohem. Tani nuk shkon kjo histori këtu.